Titullin e ka bëje ose vdis, me rastin e 2 vjetorit të vrasjeve në fshatin Ristovës, ditën kur u lind demokracia. Të tëra gjeneratët i venin themelet në ardhmës, por kohra nuk thyeshin gjithmonë e as vazhdimisht. I djesnin në vazhdimsi, me qëllim që të shpërthejnin më vonë. Ndoshta për të gjetur përgjigjet me pyetje e mendjes. Dhe shqiptarët, të tëra kohra, të tëra thyret e kohës, e kishin patur edhe kuptimin e takimit me Evropën, por ajo kishte patur interese të tjera. Më në fund, e kishte dëgjuar, domthonë Evropa, zërin e mbrëmshëm të shpirtit që urdhëronte. Bëje ose vdis, për ta vdekur vdekjen. Jona kishte vajtur kudo nëpër Kosovë, ishte kthy si eho, dhe shpirti i shqetësuar kishte konstatuar me edhe, por mendja e njeriu nuk mund të zbriste në nivelin e bishtave, kishte thënë, por vdekja kishte paguar thagrën e vet. Pastaj ishin bashkuar mendja, shpirti dhe vdekja, dhe ishte lind demokracia për të jeshuar republikën.